Kulla shpejt e shpejt, sepse nuk kemi shumë kohë, Trumpi hap rrugën Vjosa Osmanit, Vjosa Osmani është presidenti i Kosovës, për gjithë ju se dini, për mandatin e dytë. Çfarë folën, ja, kemi dhe videon. Vjosa Osmani një njeri shumë i shkathët, domethënë, se si u fusti, si kaloi atje, kapi, jo te ky moment, kapi një moment tjetër, kaloi të gjithë para, pa vajti i foli e kështu. Ç'do më thënë kjo për Kosovën e para kulla dhe për Vjosën e dyta? Shiko, për Kosovën të ulet në atë tavolinë shumë rëndësishme, sidomos këtë moment. Edhe në krah Trumpit. Po, ka kaluar në krah, atje unë të gjithë. Ka kaluar, shiko, edhe shtrëngimi i dorës mënyra se Po, po, çudi e madhe. Ka kaluar ishte gjithmonë në afër Trumpit. Ka kaluar një vit, madje nëse të kujtohet 2 vjet kur erdhi Trumpi në pushtet në Kosovë, njerëzit ishin shumë të shqetësuar për shkak të lidhjeve me lobist të qeverisë serbisë me njerëz afër Trumpit. Madje Vučići, nëse të kujtohet, shkoi ta takonte Mar-a-Lago dhe ata e përzun vjet. Thënë, ikse po të fusim në një arrestim, domethënë. Edhe meraku ka qenë shumë i madh që në kohën e Trumpit Serbia mund të riforcojë etj. Po ndodhi komplet e kundërta dhe për këtë një merit veçantë ka Vjosa Osmani edhe në mënyrën se si ajo ka relacionuar në këtë gjë, dhe Trumpi është nga ata njerëz si ban shënim, po Vjosa ka një të kaluar në Amerikë, kështu që e njeh atë. Ç'të kaluar ka? Ka studiuar, mos ka bëj 2 vjet. Po. Edhe ishte vetëm ja femër aty në atë bordin, edhe për Kosovën është shumë e rëndësishme, po për Vjosën është akoma më e rëndësishme sepse është pikërisht 2 muaj para se të zgjidhet presidenti i Kosovë, e aq më tepër në kushte që nuk janë vota. Dhe unë mendoj që kjo gjë do ta detyrojë partinë nga vjen Vjosa LDK, që të bëj bashkë votat me Kurtin edhe të japi Vjosës mandatin e dytë, pasi nuk ka për të pas më rast ku Trumpi personalisht, presidenti i Amerikës, të ketë një marrëdhënie personale me një politikan Kosovë, si ajo që ka. Mund nxjisë xhelozi tek Albini, por Albini është aq i mençur se ta anashkaloj këtë gjë dhe të shohim më lart, sepse gjithsesi ai është kryeminist, do jetë njeriu që do ketë pushtetin. Edhe pra ti thua i hapet, pra ti thua i rriten shanset Vjosën që të ka mandat. Mendoj që kjo ngjarje, ky takim, kjo pjesëmarrje ashtu i hap rrugën për mandatin e dytë të Vjosës. Vetëm se një gjë ishte e çuditshme kulla kur ajo nuk i ka pikët për të bërë, sot është politikisht është e mbaruar. Po atëherë si? Po sepse LDK-ja, partia nga ajo vjen, e cila doli shumë dobët nga këto zgjedhje, për t'u rikthyer dhe për t'u futur në rrugën e pushtetit dhe për t'u rikthyer legitimitetit ndërkombëtar politik, se izolimi e çoi në gati në zhdukje, do t'i hapi rrugën Vjosa Osmanit për një mandat dytë si president, në mënyrë që ata të futen qeveri dhe të rikthejnë forcën, pjesërisht forcën që kanë pas dikur. Kulla, e ke vënë që kur erdhi Trumpi në pushtet, Ki parasysh që njeriu më i votuar në LDK, përveç kryetarit që e mori atë, ishte djali Ibrahim Rrugovës, ka marrë 50.000 vota. Qartë. Nuk, pra tregon që atje ka një elektorat të pakënaqur me mënyrën se si ka qenë ajo parti, dhe unë mendoj që kjo është mënyra që ata do t'i japin me këtë endorsement, me këtë mbështetje nga SBA-ja për Vjosa Osmanin, do t'i japin rrugën për mandatin e dytë si president. O kulla, që u ka Trumpi në pushtet, që ose ke vërreti, që në fillimet e veta, fillot të mbështet disa liderë në përbot, ose disa njerëz që pritet të bëheshin lidera. Si për shumë Kanadaja, e mbanë, da ishte pana në sondazhe, banë fitoj kjo tjetëri. Mos ndoshta gjithë kjo madhështi në thonjza e Trumpit dhe gjithë kjo aureolë që ka krijuar ai, krijon xhelozi dhe pikërisht në vend që të ndihmoj njerëzit që i ka afër ideologjikisht, ose që ai mendon që i ka afër ideologjikisht, i çon në humbje. Kosovë, jo, sepse Kosova është një Kosova duhet i nuk ndikon në Kosova është një vend që ndikimi amerikan është dominant në politikë të brendshme, sepse ki parasysh se ka një element. De facto kjo që ndodh është gjitha politika e jashtme. Qartë. Po gjithë këta aktorë politikën e jashtme përdorin për politikë të brendshme. Sigurisht. Se përdor kush për politikë të jashtme, kupton? Në fakt politika e brendshme është vetëm politika e jashtme. Kështu që kjo është gjëja, domethënë. Në atë tryezë, në atë tavolinë do donin të ishin shumë njerëz, por madje edhe Giorgia Meloni donte të ishte, i bëri dhe telefon Trumpit, tha po s'm le kushtetuta dhe presidenti, tha. Sepse edhe Italia që është vend i madh antar i G7. Donte Meloni. Do sepse është lider e djathtë, por nuk e lejon kushtetuta dhe kishte frikë. Ç'li ka me kushtetutën italiane kjo? Në kushtetutën italiane. Bordi i paqes për Gazën, se kuptoj unë. Sepse është një organizatë e re ndërkombëtare, aty vetëm për Gazën nuk flitet. 5 minuta vol për Gazën. Jo, doli ai Kushneri për ta. Po pra doli ai dha shpjegimin çfarë do bëj. Jo shpjegimi, ai nxori dhe hartën, nxori dhe ato. Gaza shumë e vogël, po mirë po shumë luksoz. Gaza shumë e vogël, o çan, këtu po flitet për 100 vitet e ardhshme të politikës botërore.
Po ti beson vërtet to Po, sigurisht. që humanët mund të bëjnë plane për 100 vjet e ardhshme kulla? Po kështu e kam bërë gjithmonë. Për 100 vitet e ardhshme? Si jetuam 80 vitet e fundit. 80 vitet e fundit jetuam si rezultati i përfundimit të luftës dytë botërore. Dhe unë ndanë zonat e influencës, kështu pa kemi jetu. Si jetuam 40 vjet në komunizëm. Jetuam në komunizëm sepse gjysmën e Evropës e mori Bashkimi Sovjetik. Varshava, po. Po, si. To ishin kotë të budalliqet që thonin, jo, është këm granitin, buza adriatiku, to ishin mobet e kotë, këshin tarë. Ato janë Reza tjera dhe po. Qita. Plas sa punën tjetër, Ledio.